Të gjitha reagimet, qëndrimet që lidhen me kërkesën e Unionit të Gjyqtarëve për rritje pagash me 700 euro, ne do t'i diskutojmë dhe do t'i trajtojmë edhe gjatë minutave në vazhdim të ditarit të pasdites, por fillimisht do doja të kalonim tek një vendim i sotëm që ka dhënë në gjykatën e shkallës së parë të Tiranës, e cila ka hedhur poshtë padinë e kryeministrit Rama për shpifje ndaj ish kryedemokratit Lulzim Basha në vitin 2018. Ku konsiston kjo padi? Për më shumë kam kolegun Anesi Bajramema. Anesi, të përshëndes. Fillimisht edhe për rikujtesë të gjithë shikuesve që na ndjekin në këto momente. Për çfarë padie bëhet fjalë? Është në fakt në një padi apo një debat i vitit 2018 në kohën kur në portin e Durrësit u kap një makinë me 3.4 milionë euro, është çështja Toyota Yaris dhe kujtojmë në atë kohë që Lulzim Basha ka qenë kryetari i opozitës, kryetari i Partisë Demokratike dhe ka bërë disa deklarata në parlament sa i takon kësaj çështje ku ishte i pari që denoncoi publikisht ardhjen e një shume të madhe parash në brenda një makine. Në atë kohë Lulzim Basha hodhi akuza të ndryshme edhe ndaj funksionarëve të lartë të drejtësisë, ku sipas tij ata janë pjesë e kësaj çështje dhe më pas çështja politike në parlament ku diskutua për Toyota Yarisin u zhvendos në gjykatën e shkallës së parë për çështje civile dhe pas 7 vitesh tashmë gjykata ka marrë një vendim ku rrëzon të gjitha pretendimet e kryeministit Edi Rama, i cili i ka quajtur të gjitha deklaratat e Lulzim Bashës si shpifje dhe tashmë kjo çështje është pushuar dhe pritet që në fakt pasi kryeministi Edi Rama në reagimin e sotëm për të çështje nuk ishte i kënaqur dhe pritet që të shkojë dhe në gjykatën e apelit. Por deri në këtë moment dihet se çështja është pezulluar, është pushuar pasi sipas gjykatës Lulzim Basha ka pas të drejtë që të bëjë ato deklarata publike pasi ka qenë edhe një funksion të lartë drejtues siç ishte ai i kryetarit të opozitës. Po, ndërsa ka patur një reagim nga ana e kryeministrit Rama, nga ana e zotit Basha, një reagim lidhur me këtë vendim gjatë këtyre orëve, Anesti? Lulzim Basha në fakt ka reaguar që ditën e djeshme ku ka shprehur kënaqësinë e tij për atë vendim që ka marrë gjykata e shkallës së parë dhe sipas tij ato deklarata që janë bërë publike prej tij në vitin 2018 kanë rezultuar të gjitha të drejta dhe kryeministri Edi Rama ka gabuar si në atë kohë por edhe tashmë dhe nga ana tjetër kryeministri Edi Rama quan vendimin e sotëm të gjyqtares ku duhet të theksojmë është marrë pas 7 vitesh një çështje civile për shpifje si në logjikën e një 12 vjeçare pasi sipas kryeministrit ky vendim nuk duhet të ishte marrë asnjëherë. Dakord. Mirë, mbetemi tek vendimet e gjykatave apo tek kërkesat edhe të Unionit të Gjyqtarëve gjatë ditëve të fundit. Bëhet fjalë për një rritje page prej 700 euro, e cila me sa duket ka shkaktuar mjaft polemika gjatë këtyre orëve. Anesti, një reagim nga gjykata kushtetuese gjatë ditës së sotme, më saktë gjatë pasdites së sotme, kryeministri Edi Rama ka reaguar, por me sa duket kjo çështje është prekur sot edhe nga kryedemokrati Sali Berisha, që si rrallë herë është, le të themi, ka një qëndrim të përbashkët me Edi Ramën për sa i përket rritjes së pagës gjyqtarëve pas një kërkese të Unionit të Gjyqtarëve me 700 euro. Çfarë specifikisht ka thënë Berisha? Zoti Berisha, i pyetur nga CNN, ka deklaruar ditën e sotme se kërkesa e gjyqtarëve, e Unionit të Gjyqtarëve nuk përligjet, pasi sipas tij gjyqtarët, por edhe prokurorët marrin rrushfete, flen mbi dosje të krimit dhe nuk bëjnë drejtësi dhe sipas tij, nëse do dilnin të gjithë të pyesnin çdo qytetar, çdo kush do pranonte se në sistemin gjyqësorit duhen para, duhet rrushfete, duhet të ketë korrupsion për të ecur një çështje përpara. Dhe ish kryeministri Sali Berisha pohoi se nuk është dakord me këtë rritje, pasi sipas tij nuk justifikohet kjo kërkesë e tyre. Kujtojmë se edhe më herët si Partia Demokratike, por edhe Partia Socialiste kanë qenë kundër rritjes së pagave të gjyqtarëve. Kujtojmë atë pak muaj më parë debatin që ka pasur me gjykatën kushtetuese, ku në atë kohë ka qenë vetëm kërkesa e gjykatës kushtetuese për rritje pagash dhe politika u bë bashkë kundër kërkesës tyre. Edhe këtë herë duket se do të bëhen sërish bashkë, pasi si kryeministri por edhe kryetari i opozitës kanë deklaruar se kërkesa e Unionit të Gjyqtarëve nuk mund të vinë në këtë moment, nuk mund të bëhet, pasi ata gjithë sistemi i drejtësisë merr paga më të larta
në Republikën e Shqipërisë janë jo proporcionalisht me pjesën tjetër të qytetarëve, por nuk kanë asnjë logjik edhe sa i përket vendeve të rajonit, pasi paguhen mund të marrin edhe më shumë se 7.000 euro zyrtar të lartë të sistemit drejtësisë. Anesit, falenderoj shumë për gjitha detajet që na përcolle në këtë lidhje të drejtë për drejtë bashkë. Faleminderit ju.